nëse muj me të përshëndet kështu dhe po kërkoj një përshëndetje me dorën e djathtë nga ana jote, a munesh? Pse jo, përshëndetje, respekt. Faleminderit, kjo është një përshëndetje veçantë, sigurisht ju jeni veçantë për kontributin që keni dhënë në luftë, mirë po dhe historinë edhe tëndën po dhe të familjes tënde. Dje dhe sot vazhdimisht është folur për ju, është komentuar shumë, sigurisht në aspektin pozitiv, për shkak se ju ja keni dhënë lirisë e Kosovës një pjesë trupit tanë, dorën, që më pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës keni arritur që ta vendosni një protezë. Tash nuk e keni protezën, mirë po fillimisht na tregoni për kohën kur ju e keni humbur dorën. Spari dua t'ju korreksoj pak këtu që unë dorën nuk e kam humbur, dorën ja kam falë kombit tim, popullit tim edhe shtetit tim Kosovës. E vërteta është që po, në moshën 20 vjeçare, si një ri, si një student në atë kohë, e kisha dikon edhe 3 provime me diplomu dhe me marrë titullin arsimtar. Pas gjitha aty në aktiviteteve që i kishim si student në organizimin e protestave studentore, ku në atë kohë dhe vllau ishte kryetari i Unionit Studentave Shpend Gjocaj, që organizojshim me protesta studentore në shkollën lartë pedagogjike Bajram Curi në Gjakov. Atëherë u angazhuam në radhët e ushtrisë lirëtare të Kosovës, si shumë djemë dhe vajza tjerë, isha edhe unë edhe vllazërit e mi dhe familja ime. Dorën nuk e humba, dorën ja fala vendit tim. Unë kam menduar që do t'jap edhe më tepër, nëse është nevojë do t'jap edhe jetën. Por fatmirësisht arrita me dhënë vetëm një gjymtyr trupit, që ajo më bën me unë krenar, që unë kam pas mundësi me dhënë diçka për vendin tim, për kombin tim, shtetin tim Kosovën.